Dhe sjaron. Jo, të lutem, këtë zë ta thuash, jo. Jo, pra tani, pra po të lë të flasësh, jo, nuk po të lë, andaj, që më thua. Jo, ti si e fare ashtu. Së më jep dorën mua. Po e mos s'do të ta jap. Po e mos do, mirë. Qa ka, pse u ofendove ti? Po ti pse ma odhe këtu mua bet, unë po të flisja për gjua dorën. Lere pra mos e për më, dhe, që do? Keqen, ama. Më falë, se s'është gjëja jote. Jo, ma unë desha të të thoja. Po preka për gjua. Jo, e di mo që... Ja, do ta mbyll shumë bukur. Nuk e i ofenduar ti, që dhe dorë, pa i që nuk e nëzori dorë. Ne. Tani, kaq gëzuar. Po pra, natë në mirë, tha. Kaq. Valë bonën, e kapa, do më thënë, vajta, e bëra kështu, iku. Okej, zdo. Mirë, do ta sjaroni kur të dini. Po, mirë, unë kam pas gjithmonë dëshirën e mirë, s'ka problem. Ajo ka bërë gjërat të rënda ndaj meje, unë kam thënë gjithmonë e kam gjanë edhe sa shtu, s'ka problem. Mirë, se dhe me thënë, mund të akuptor, se ajo është vajzë edhe do si do... Pa tjetër, mo, pa tjetër. I nati kalon më... Pa tjetër, s'ka një, pa tjetër. Kështu që mendoj që do ta jo, po sjaron. nuk isha gjë me të. Ky tjetëri që bënte si. Do me thënë, nuk e di, kam një ndjesi për Gjuadolin njësoj si për Elenën. Për kë? Për Elenën, për motrën. Për motrën? Ne, me Gjuadolin. Gjuadoli është e mira botës. Shumë! Ua! Isha duke folë, më falë. Jo, vazhdo. Edhe prandaj më... I bëra një kështu, i thash musik. Jo, i thash, po ta them kështu. Po një të musikë. Sa mirë Gjuadoli. Gjuadoli mirë. Pra do ikim në Ulqin, pas taj një anim. Mirë i thash. Jo, do ikim një anim. Jo, Gjuadoli, dëgjoj thash. Do ikim në Ulqin njerë, është më afër.